unë duke i po rrethonat edhe në çfarë pozicione gjenden partitë politike dhe sa e kanë, sa të gjithë ne kemi komunitetin me shku në zgjedhje dhe çka presim pas zgjedhjeve, sepse në prapë pas zgjedhjeve mund të vim në një situatë të njëjtë. Unë pres që presidenti të kaloj, të gjendet në moment fundit një konsenzus edhe ta kemi një kandidat i cili vërtet do të jetë kandidat që do t'i merr votat e mjaftueshme, po të njëjtën kohë të jetë i pranueshëm për gjithë, sepse konsideroj që janë disa veti që një president duhet t'i ketë, edhe normalisht secila parti ka arsyet e veta kur del kundër dikujt, edhe Kosova është mjaftueshme me njerëz të mirë, edhe kam thënë ashta po e marr pak se di si do të interpretohet, por unë mendoj që Kosova do të mërri në një momentum në kulmin e demokracisë në momentin kur vinë pyetje me çan president ndonjë edhe nga komunitetet, pse jo. Edhe kjo është dëshmuar edhe në... A shini të mundshme një gjë të tillë? Pikërisht, këtu po e them, sepse ne po themi që jemi në një demokraci të zhvilluar, dhe kjo as që mendohet, domethënë ne mund të kemi edhe nga komuniteti jonë mandje kandidat shumë ndershëm. Kemi dy doktor Abdullah Safanin, kemi plot njerëz personalitete tash mos t'i përmendin sepse kemi plot personalitete që mund të propozojnë, po kjo as që diskutohet. Kto e thash vetëm me kuptu që sa problem është, domethënë me u zgjedh një nga komuniteti shumicë, e lemo nga tonët, apo kupton? Kështu që unë shteti është i juni, presidenti është i juni, institucionet tona, unë mbaj thirrje që vërtet me pas një konsenzus dhe me gjetë një kandidat ose kandidate i cili vërtet do t'i marrë të 10 vota në kuvendin e Kosovës. E thatë një gjë më herët që ju jeni një marrëveshje bashkëqeverisje me zotin Kurti. A dikton kjo domosdoshmërisht edhe pozicionin tuaj politik sa i përket çështjes së presidentit? Ne tashmë kemi një marrëveshje qeveritare, është partia e cila e ka marrë shumicën në kuvend. Në aspektin e bashkëqeverisjes unë e kam shtet, nuk e dikton. Asnjëherë nuk kam pas dhe nuk do të pranoj diktat në kuptimin asaj që ta diktoj dikush Partinë Liberale Egjiptiane. Këta kemi dëshmu her pas here që ne veç kemi thënë mendimin tonë, kemi votu madje edhe kundër, kemi abstenu dhe këtë nuk e kemi. Por ne kemi aq pjekuri politike sa konsiderojmë që është momentumi i rëndësishëm që presidenti me kalu. Dhe mos me shku për shkak të zgjedhjes një presidenti në zgjedhje, sepse tek e fundit ne i kuptojmë çfarë mandati ka presidenti, sa ka mundësi me bën, domethënë ka mandatin atë sa e ka të kufizuar. Po për mi hap rrugë qeverisë që me vazhdu punën. Megjithatë ka një tranzicion, sidomos edhe në kuptim kushtetues, e përmendet edhe përfaqësimin e jashtëm, është si politikës jashtme. Absolutisht, nuk po e mohoj këtë pjesën, por në anën tjetër duhet të kalohet si pengesë për të u koordinu edhe për të vazhdu edhe të presidenti në arenën ndërkombëtare.